hallet më thonë ishte një farë gjendje kritike, edhe më thon mos më kallzoni edhe nëse ndron jetë unë po shkoj po knoj, edhe jena në rregull. Kur ti krye edhe më kallzu, domethënë e kum krye dasmën. Tha mos u mërzit ta që u dek. Tu hin restoranën. Ai sa ka ditë që mos më kallzu. Dasmori më tha që nëse nuk mundesh me vazhdu, dhe vetë çanai thani këngëtar, tha ti vazhdo. Ç'kem ka bëu çat shumë mirë sa që domethënë automatikisht mi ka ndalë atë. Jam hi vetë shpirti jam edhe që kum krya darsën. Më vetë na i sen, ndisha më të kallzu, veç të rrej. Kur gjës më i men. A të ndodh kështu na herë më prej kur jetu e kënuna e kong? Po, ka shumë. Për shembull cilën kong e interpreton edhe e një vetëm pak që po më zgjidhesh. Jo, tash më tregu të vërtetën. Ka shumë konga pe dim, po njëna prej në fillim e kom kënu kongën. Në fillim e kom kënu kongën që kem këto, e kënu avit qatë pjesë. Edhe tash më ran një kongë që e përmen e medën parzit. Dhe më thonë, hala jam e ndjera. Ajo kanë dhe më thonë një person që kanë shumë e gjallë, shumë në ekstrem më kanë. Edhe dhe më thonë, tash para 2 muaj e ka ndru jetë. I ka pos 2 kongë që sa do kësi i kom kënu këto kongë e kom thirë në telefon. Vetë më thë të dua, edhe o me lem i shpirtit tem. Këto do më thonë i ka pos kongë që se është ritmi vetë më thë të dua, edhe kër e kom pos në mene me kënu, gjithmonë e kom thirë. Edhe e ka ditë për çka. Edhe gjithmonë, po tani mos i ndroj jetë, kur e pash një këngëtarit të e kënu kongën, adin më njëherë, do më thonë që më thonë, në vjen edhe me kajtë, se e di që qatë shumë e ka dasht, e që dhe për storje, me këta, mas storja, tash, ajo kanë shumë e ranë, diçka, po edhe me e ranë, tash do më thonë, po këthena pak të serioziteti kështu, e nga kanë të shumë darsëm, edhe une, hallet më thonë ishte një farë gjendje kritike, edhe më thon mos më kallzoni edhe nëse ndron jetë unë po shkoj po knoj, edhe jena në rregull. Kur ti krye edhe më kallzu, domethënë e kum krye dasmën. Tu hi në restoran, një djali tezës babit tha, ma çel me vojs. Tha fiça bone çysh je ai e gjallë e rahat. Tha mos u mërzit ta që u dek. Tu hi në restoranën. Ai sa ka ditë që mos më kallzu. Ky dolën, normale vazhdova të emocionet e mia, domethënë me kohë. Ky doli kallit dasmori tha çto rastin, po çka është e mira? Dasmori më tha që nëse nuk mundesh me vazhdu, dhe vetë çanai thani këngëtar, tha ti vazhdo. Ç'kem ka bëu çat shumë mirë sa që domethënë automatikisht mi ka ndalë atë. A beson? Më ka duk që e ka çu. Jam hi vetë shpirti jam edhe që kum krya darsën. Më vetë na i sen, ndisha më të kallzu, veç të rrej. Kur gjës më i men. Duket nashta shumë e habitshme, veç me të vërtet, për thonë që e kum krya dhe nuk e di, asë që kum kry, ky ka marrë paret, ti kom thonë mirë anes, edhe jem hinker, jam shtri, ky ka marrë paret, ketë muzika u bogati sen, kur o hinker, edhe di që tani më ka qu në shpe, më thonë se me ta jem kanë, kjo dhe më thonë, është një ngjarje edhe ma të rënditse. Që the dhe më thonë pse, kështu që në varet për minutazhës, mu edhe me kënu atë kongë vetë më the të dua komplet, se ja vlenë së është kongë e mirë, po, vazhdo me bisedë, tani s'është problem. Do më thonë, a ka raste që shtu që ka ndodhë nashta diçka, pikës pare ngushlime për hallën, po a ka raste që shtu diçka që të ka ndodhë nashta që e konë me dindarsëm, edhe ka puna që mu gjinë jashtë familjes, mos me mujtë me qenë me një rast në familje, për shkak që je dasht me përformu t'ikon. Po, kur u feju motra. Qysh? Po, qysh? Tash, nëse mirët ka parja, po. A i zëtë një ka për shembull djalë hastret. Masi që i kena kry krejt. Motra atë dhe më thonë të një vendosi për datë. Po vlau dhe më thonë se ne im dyje me një qikë. Ta një thash vlau të shka, se qefi normal është. Po ka du dhe storje tjetër për këtina, që unë jem shku ndarëse me një si tash tjetër. Ju këtë nana vakive. Po jo, që me konë muzikant qështë. Edhe tash, në qatë darësëm ku jem konë në ne, tash me një si tash tjetër nuk ku mujtë kursesi.
Gazepen e kom po. Kjo kanë në fejes të motrës vetë. Në qatë datë. Tash unë është pa presioni a bëjsha. Të mojsh qua vla, se e ki vlan tjetër. Hypi kirën me risinga dhe hajde. U orë në dhejtë gjysë. Dhe me thonë, farë sakrifice e ka bo për mu, që e ka, dhe me thonë, kur ti thamë në këti, jeton, nuk jam në regull vlo kjo e din, së si thamë, veç kur është tepër, edhe u që u ardhë, dhe me thonë, ashtu ka fundi, e ka lënë vlone vetë, do të me shko me ja kry punën fitimit, edhe u kry, edhe u ardhë, ka gjallar për te ferizoj këna pas. Veç kërë kom pa u vizatu. Dhe më thaj, ka këtë ma shumë se sa bashkë punëtor me njëri tjetrin. Është shumë e vërtet, nashta shumë sintoza dhe këngëtar ka nashta që kalojnë mirë, Po. nuk e di, veç unë për me këta nuk e shoh si sintash tem. Nuk e shoh. Heq që as zdi, dhe me thonë, nëse numërej një njeri që kam shpresa në të për gjithë shka, Po. dhe me thonë gjithmonë e kam njërën jetone, se si merej se ashtu ma ka jep, që me thonë, vullnetin edhe dritën e gjelbërt, si baba i vetë, si vlau, si familja vetë, njëtin sen dhe me thonë edhe familja jem, të këtë që ata dhe me thonë tash, nuk e numërej si në tash, se vi që thëjëri shkruja datëm ditën e mirë. As si thëmë kur gjë heq, e dëngë.